Agjencia Britanike e Lajmeve vijon që të pasqyrojë rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në vendin tonë. Në titullin Ajo që prisnim, Partia Socialiste e Shqipërisë kryeson në zgjedhjet parlamentare, kjo media prestigjioze sjell opinionet e votuesve shqiptar që shpresojnë tashmë në një integrim më të shpejtë të vendit në familjen europiane. Të afrohemi sa më shumë Europën, të kapim standardet që do Europa, është shprehur Vilma Gjata, banore. Zgjedhjet shkuan normal, fitoi ajo që pritej, pritej nga ne. Qeveria ka punuar mirë, ka patur të meta, por kemi ecur shumë përpara. Tha Haxhi Koleci, banor. Shpresoj që të dy palët të pranojnë rezultatin, sido që të jetë, tha Ina Zaqo, banore. Qeveria e re duhet të jetë vazhdimsi për të ardhmen me korrektësi dhe dinjitet siç ka punuar, thot Adil Allajbeu. Reuters thekson se bazuar në rezultatet e deritanishme të zgjedhjeve, kryeministri Rama duket se është në rrugën e dur për një mandat të katërt të qeverisës, pasi partia e tij socialiste kryeson në raport me rivalet e saj politike. Në analizën e tyre, gazetarët e Reuters theksojnë se Rama në pushtet që nga viti 2013 ka dëshmuar rritje të shëndetshme ekonomike dhe një imazh kryesisht popullor jashtë vendit. Përmendet po ashtu misioni që Rama i ka vënë vetes për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, një premtim rreth të cilit ai e përqendroi fushatën elektorale. Agjencia e lajmeve Reuters ndalet edhe tek fakti se rreth 200.000 shtetas shqiptar që jetojnë jashtë vendit votuan të dielën, hera e parë që diaspora mundi të votojë në distancë.